Mirë se erdhët në emisionin Rruga e Drejtë. Vëllezërt e motra, para pak ditësh mbyllëm muajin e begatë të Ramazanit. Sezon ku vërehet qartë reflektimi i shumë njerëzve. Vërehet qartë që shumica e besimtarëve, dhe normalisht ashtu duhet, janë të angazhuar, kanë qenë të angazhuar me adhurime, me ibadet, me përkushtim. Por, pasi kalon muaji i Ramazanit, disa njerëz ndodh që dobësohen. Ndodh që i lejnë veprat e mira. Një pjesë e tyre ndoshta i kthehen edhe gjunaheve. Pikërisht rreth kësaj çështje do të flasim sot me Hoxh Ismailin, Hoxhin nderuar. Pra kthimi i këtyre njerëzve tek mëkatet, lënia e veprave të mira, a mos vallë tregon kjo që këta njerëz ose njerëz të tillë nuk kanë përfituar nga muaji i Ramazanit? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Falënderimi takon Allahut të lartësuar. Lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dashurin tonë, të dërguarin tonë Muhammedin. Qëllimi i muajit Ramazanit është që njeriu të bëhet i devotshëm në fe, që njeriu të jetë prej atyre që ruhet nga dënimi i Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar ka përmendur qëllimin e obligimit të agjërimit në Kur'an, duke thënë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm në fe, të jeni prej atyre që ruhen nga dënimi i Allahut të lartësuar. Dhe s'ka dyshim që njeriu i devotshëm e adhuron Allahun në vazhdimsi, nuk e ndërpret lidhjen me Zotin. Njeriu i devotshëm i kryen mirë detyrat e fesë. S'mund të jetë njeriu i devotshëm nëse nuk është për atyre që ruhen nga dënimi i Allahut. Se të kesh takwa, të jesh i devotshëm, do thotë që të ruhesh nga dënimi i Allahut. Pra, ti kryesh detyrat e fesë dhe të largohesh nga gjunahet, sepse ai që i kryen detyrat që na ka caktuar Allahu i lartësuar dhe ruhet nga gjunahet, ky është njeriu i devotshëm. Kështu që nëse njeriu e ndërpret adhurimin, kjo do thotë që ai nuk e ka përmbushur qëllimin e agjërimit. Ai s'është bërë i devotshëm. Nëse njeriu nuk i kryen siç duhet detyrat e fesë, namazin nuk e fal rregullisht, nuk e respekton prindërit, nuk është i drejtë. Këto janë disa detyra. Nëse njeriu nuk largohet nga gjunahet, nëse u kthehet gjunaheve të mëdha, ka pas bërë gjunahe të mëdha, i kalon gjatë Ramazanit, pastaj kthehet përsëri. Kjo do të thotë që ky njeri nuk është bërë i devotshëm. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Allahun, pa adhurimi i Allahut nuk mbaron me mbarimin e muajit Ramazanit. Adhurimi i Allahut është një proces që duhet ta vazhdojmë sa të jemi gjallë. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allahu thotë adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Njeriu nuk mund të shpëtoj thjesht me fjalën besova, pa i shoqëruar besimin me vepra. Duhet veprat patjetër. S'ka besim pa vepra. S'ka xhenet pa vepra. S'ka shpëtim nga zjarri i xhenemit pa vepra. Allahu thotë wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betohen për kohën. Njerëzit janë të dështuar, të humbur. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra, kush janë ata që nuk janë dështuar, që do të shpëtojnë? Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Allahu s'ka përmendur vetëm fjalën besova, po ka përmendur besimin dhe veprat, duhen vepra të mira. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, bëjnë vepra të mira. E këshillojnë njëri tjetrin për të ndjekur të vërtetën dhe e këshillojnë njëri tjetrin për të duruar. Ne na ka ngarkuar Allahu i lartësuar me përgjegjësinë e zbatimit të urdhrave të fesë dhe largimit nga gjunahet. Kjo është el-emane që ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, pra përgjegjësia që kemi para Zotit. Dhe nëse njeriu i lë veprat e mira, nëse e lë adhurimin, ai braktis përgjegjësinë për të cilën e ka sjell Allahu i lartësuar në jetën e kësaj bote. Allahu i lartësuar vazhdueshme. Namazi është i vazhdueshëm 5 vaktet çdo ditë. Kështu e ka caktuar Allahu, se Allahu kërkon që ne në rregullisht, në vazhdimsi të adhurojmë atë. Muaji Ramazan vjen çdo vit.
Zekati pasurisë, domethënë pasurit e kanë detyrë të japin zekatin. Është një detyrë vjetore. Për jashtim bën haxhi, i cili është detyrë vetëm një herë në jetë. Kjo mëshirë dhe lehtësim nga Allahu i lartësuar për ne. Allahu subhanahu wa taala e do veprën e vazhdueshme. Vepra më e dashur për Allahun është vepra e vazhdueshme. Dhe ata njerëz që vazhdimisht bëjnë adhurim Allahut të lartësuar, bëhen të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në mënyrë që njeriu të afrohet tek Allahu, duhet që t'i kryejë farzet rregullisht. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në hadith qudsi, këto janë fjalë hyjnore, ka thënë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Robi im s'mund të afrohet tek unë me diçka që unë e dua më shumë se sa veprat që ja kanë bërë detyrë. Pra 5 namazet e kemi detyrë. S'duhet i lë njeriu namazet. E kemi detyrë të respektojmë prindin. E kemi detyrë të mbajmë lidhje me njerëzit e fisit. Dhe gjithashtu duhet të ruhemi edhe nga gjunahet. Kjo është e para gjëja për të fituar dashurinë e Allahut, për të bërë dashur të Allahut subhanahu wa taala. S'mundet që njeriu të bëhet i dashur i Allahut nëse nuk i kryet detyrat në vazhdimsi, nëse nuk ruhet nga gjunahet. Këtë do ta ketë parasysh çdo agjërues. Se përgjithsisht njerëzit që përpiqen muajin e Ramazanit kërkojnë bëhen dashur të Allahut, kërkojnë të fitojnë mirësitë e Ramazanit, po mirësitë e Ramazanit fitojnë njerëz të dashur, njerëz që kryejnë detyrat, njerëz që bëhen devotshëm. Kjo është realiteti që kuptohet nga ajeti i Kuranit dhe hadithe e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, të dashurit e Zotit, si praktikojnë adhurimin pas Ramazanit? Si në detyrat e fesë? Si u kthehen përsëri gjunave të mëdha? Mund të themi që gjatë Ramazanit njeriu ka bërë ibadete nafile më shumë. Pas Ramazanit, detyrat i kryen rregullisht, ruhet nga gjunahet e mëdha dhe ka një program që quhet wird, një program ditor në veprat nafile, për shembull i fal 12 sunete çdo ditë, e fal vitrin çdo natë, duke lënë namazin e vitrit, sepse është sunet i fortë, bën disa nga llojet e dhikrit mëngjesit dhe mbrëmjes, dhe dhikr raste të ndryshme. Por edhe agjërimi nafile ka një program, por nuk bën vepra nafile aq shumë sa në Ramazan. Kjo është arsyeshme. Por të braktisë njeriu krejtësisht adhurimin, apo të braktisë zbatimin, mos zbatoj detyrat, të kthehet gjunave të mëdha, ose të mos ketë një, domethënë, kjo është e para, domethënë që njeriu duhet të kryejë detyrat dhe të ruhet nga gjunahet. Po njerëzit që janë më të afruar tek Allahu i lartësuar kanë një program të veprimit të veprave nafile. Dhe profeti e pëlqente veprën e vazhdueshme. Sallallahu alaihi wasallam ka treguar Aisha radhiyallahu anha se profeti kur një vepër që e kryente rregullisht vazhdimsi. Ndodhte që profeti t'i kalonte ndonjëherë namazin i natës dhe falte gjatë ditës 12 rekate. Për ta zvendosur namazin që kishte kaluar natën. Prandaj këshillohet që nëse besimtarët për shembull i kalojnë sunetet, ti fa rregullisht sunetet para dhe pas farzave. Nëse të kalojnë ndonjëherë, ta mësojmë veten që ti zëvendësojmë. Nëse vitrin na kalon ndonjëherë, ta zëvendësojmë gjatë ditës. Për shembull, dikush fal vitrin çdo natë 3 rekate. Ta zëvendësojmë. Po gjithashtu i këshillojmë besimtarët e devotshëm që i kryejnë detyrat e fesë dhe ruhen nga gjunahet që të vazhdojmë me veprat nafile. Ramazan në rregull, kemi bërë më shumë vepra nafile. Jemi përpjekur më shumë. Por edhe pas Ramazanit duhet kemi një program. Nëse ne synojmë që të jemi ndër njerëzit më të dashur, ndër njerëzit më të afruar tek Allahu, sepse ata që janë më të afruar tek Allahu përveç farzave kryejnë dhe vepra nafile. Por nëse besimtari pas Ramazanit i braktis veprat nafile, i lë sunetet, e lë namazin e vitrit, se fal namazin e vitrit, e lë këndimin e Kuranit, ka një program ditor të këndimit të Kuranit, shokët e profetit. Po kjo kuptohet nga hadithi që e përmendëm pak më parë, kujt i kalon ai programi, wirdi, e juz'u min al-layl, dhe e këndon gjatë ditës, e përmendëm hadithin pak më përpara. Kështu që profeti dhe shokët e tij këndonin Kur'an rregullisht. Dhe profeti nuk e pëlqente që njeriu të vazhdonte me vepra të mira dhe ta linte. Për shembull, ka thënë njëri për shokëve të tij, ka thënë mos u bëj si filani që filloi me fal namaz natë, pastaj la namazin e natës.
Prandaj nuk e pëlqen shokët e profetit. Nuk është e pëlqyeshme që njeriu të vazhdojë me vepër nafile dhe ta praktikojë saloj atë. Do të ketë një dhe mos më ngarku njeriu veten me shumë vepra. Por apo të ketë një program. Pak vepra nafile apo vazhdueshëm. Vepra më e dashur tek Allahu është vepra e vazhdueshme, qoftë ajo edhe pak, sikur se sillet në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam.